Detajet e reja që po dalin në dritë në lidhje me arrestimin e reperit Gjesti po e bëjnë ngjarjen edhe më të rëndë nga sa u raportua fillimisht. Sipas raportimeve të fundit në mediat e Kosovës, situata e ndodhur një ditë më parë në zyrat e kompanisë ka qenë shumë dramatike. Burime bëjnë me dije se reperi ka hyrë në ambientet e kompanisë i armatosur dhe në gjendje të rënduar emocionale. Dyshohet se ai është drejtuar stafit të pranishëm me tone të ashpra dhe kërcënuese, duke kërkuar drejtorin e kompanisë Erkand Shobani, ndërsa thuhet se ka bërë deklarata kërcënuese ndaj tij. Sipas të njëjtave burime, pasi nuk e ka gjetur drejtorin në ambientet e kompanisë, reperi ka shpërthyer në zemërim, duke shkaktuar dëme materiale në zyrë. Raportohet se ai ka përmbysur tavolina, ka dëmtuar kompjutera pune dhe ka thyer xhama brenda ambienteve të kompanisë. Situata është neutralizuar vetëm pas ndërhyrjes së shpejtë të policisë së Kosovës, kur efektivët kanë bërritur në vendngjarje. Reperi është gjetur ende me armë në dorë. Arma e cila dyshohet se ishte pa leje është sekuestruar menjëherë dhe ai është vënë në pranga. Burimet bëjnë të ditur se përplasjet mes reperit dhe drejtuesit të kompanisë kanë ekzistuar prej kohësh, megjithatë, ato nuk kishin dalë publikisht dhe nuk kishin arritur kurrë në një përshkallëzim të tillë.